Mirdita paqe, vëllezër, motra, Zoti t'ju bekoj, ja ku jemi prap bashkë sot tu me këto takimet rallës, takimet zinxhir, dhe sot flasim për një temë tre. Një temë fakt i çike veçantë nga tjerat që kemi bërë deri tani. Është dhe titulli vet, po ta shikoni, shikojmë se çfarë të bëjmë ne me Jezusin. Çfarë duhet bëjmë ne me Jezusin? Është një pyetje fakt që Poncio Pilati ja bëri popullit Izraelit. I tha, çfarë doni që të bëjmë me Jezusin? Edhe neve po na pyetet akoma sot. Po ne, çfarë duhet bëjmë me Jezusin? Bëjmë lutje, edhe të shikojmë se çfarë duhet bëjmë me Jezusin. Amen. Haleluja. Atë Perëndi të falenderoj Zot si gjithmonë. Falenderoj Perëndi për mundësinë që na jep, për këto ditë të mrekullueshme, për këtë kohë. Të falenderojmë o Zot që na zgjon mëngjes. Që mëngjes na zgjon mirë. Je ti që vigjilon mbi ne gjithë natën. E kur zgjohemi mëngjes, ne kemi zemrat të gatshme të dëgjojmë atë zërin tënd të ëmbël që thotë filani, fisteku, unë të du, kushdo qoftë, ose Arian, unë të du. Kjo është e që na mregullon o Zot, që ti na don, që ti je me ne, ti ke përgatit gjithçka, Zot. Ne të falenderojmë që na ke marrë përsipër, që kujdesesh për ne, si një bari mrekullueshëm, i përsosur, i mirë. Të falenderojmë Zot për këtë mundësi, për këtë takim këtu tani, për këtë mesazh që më ke vënë në zemër, si gjithmonë, jap mizardhës frymës shenjtë që të zbresi e të na udhëheqi edhe në këtë takim, edhe në këtë mesazh. Më beko Zot, kam nevojë për ty. Si gjithmonë lutem dhe për gjithë vëllezërit, motrat që dëgjojnë, shikojnë, kudo që të jenë, Perëndi, vajosi Zot, preki dhe shoqëroje këtë fjalë, këtë mesazh me një prekje, me një përmbushje të lutjes Zot. O çdo kërkesë lutje që ato i parashtrojmë para fronit tënd në emër të Krishtit, Zot, bëje që të marrin të preki tani, Zot. Shoqëroj këtë fjalë, Zot, i madh me një mrekulli. Të falenderojmë, Zot. Të falenderojmë ty fryma shenjtë. Të adhurojmë fryma shenjtë. Të adhurojmë sepse gjithçka që ne kemi nevojë është kjo fryma jote, o Perëndi, e mrekullueshme. Ky person, ky Perëndi që ne duam i përkasim. Japim një se ardhjen që të na udhëheqë, të na shoqëroj, të na vajosi, të na bekoj. Falenderoj Zot në emër të Krishtit Jezus, që bekuj qoftë gjithë jetën e vet. Amen. Aleluja. Okej, pra pyetja, kjo pyetje e bëri Poncio Pilati, ja bëri popullit Izraelit, i tha, çfarë doni ju që unë të bëj me Jezusin? Po lexojmë fakt një ca vargje ke Mateu 27. Mateu 27, nga vargjet 22. Mateu 27, nga vargjet 22, lexojmë ca vargje deri nga 25-26. 22 që lexojmë. Pra jemi ke Mateu 27, nga vargu 22, Bibla thot: Pilati u tha atyre, ç'të bëj pra me Jezusin, që quhet Krisht? Të gjithë i thanë, të kryqëzohet. Ata i thanë të kryqëzohet. Po ne sot çfarë themi? Pra të kryqëzohet, i tha populli. Por guvernatori tha, po ç'keq i ka bërë? Mirë, pra ato po bërtisë edhe më fort. Të kryqëzohet. Atëherë Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, madje se trazimi po shtoi gjithnjë më shumë, mori ujë dhe i lau duart para turmës, duke thënë, unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti, mendoni ju. Dhe gjithë populli duke përgjigjur tha, le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Atëherë ai u liroi atyre Barabën dhe mbasi e fshiklloi Jezusi, u adërzoi që të kryqëzohet. Kjo është pyetja. Lexohet deri 26, besoj mjafton. Pra kjo është një pyetje që e bëri
Ponc Pilati popullit të Izraelit, për të ditur se çfarë të bënin me Jezusin. Po pyetja është një pyetje që nuk bëhet më sot, apo u bëhet edhe më atëherë, edhe sot po bëhet e njëjta pyetje. Po i bëhet gjithë atyre që akoma kanë dyshime për Jezus dhe po i thonë, çfarë të bëj me Jezusin? Është e njëjta pyetje, por na bëhet edhe neve sot e gjithë ato që akoma se njohin Jezusin dhe po i thuhet, çfarë duhet të bësh me Jezusin? A do ta injorosh? Don që ti të largohesh nga Jezusi, apo don t'i afrohesh Jezusit? Pra, përgjigjen e atëhershme të judejve dim. Pra, ata kërkuan që Jezusi të kryqëzohet. Tek vargu 25 shikojmë që judejt morën të gjithë përgjegjësinë madje. E vrasin Jezus sepse çfarë thanë? Gjaku i tij të vinë mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Dhe me këtë fjalë, ata po thonin që të gjithë përgjegjësinë e marrim ne. Dhe në fakt ata e paguajtën këtë përgjegjësi, e paguajtën për gati 2000 vite që u endën në përbot. Siç e dim, ra mbi fëmijët e tyre, dhe kjo ndodhi mbas 70-ën pas Krishtit. Pra, këto e kërkuan vetë, që ky gjak i Jezusit të binte mbi ato dhe mbi fëmijët e tyre, dhe në 70-ën pas Krishtit ra mbi ato e mbi fëmijët e tyre dhe u masakruan për 2000 vite deri me 15 maj 48-s, siç e dim, që u rivendosën pra në Izrael. Pra gjithë dim tashmë se si ndodhi arrestimi i Jezusit. Ai pra ndodhi me të 11 dishepujt e tij në Getsemani, sepse Juda, siç e dim, kishte shkuar për ta tradhuar. Me këto të 11 dishepujt, 3 nga këto, Pietri, Jakobi e Gjoni, shkuan me Jezusin në një vend aty afër ku po lutej. Bibla thotë që në momentin që Jezusi po lutej, ai përjetoi një agoni kaq të thellë sa dhe gjaku filloi të derdhej nga balli i tij. Pra, djersa u transformuan në gjak. Është provuar një fakt historik që brenda një nate thuhet, është shkencërisht kjo thuhet, unë nuk e di, po thuhet, kam dëgju, që brenda një nate kur ndollesh në një gjumë shumë të thellë, po kaq të thellë sa nuk mund ta imagjinosh, flokët ndryshojnë nga të zeza siç i kemi, thënjohësh, bëhen bardha. Bëhen shtinjosh, është rrezik një natë brenda një nate. Pra, historia në fakt flet për hebrejt e luftës së dytë botërore, dhe kam dëgju këtë histori me veshët e mi, u fliste për këtë luftën e dytë botërore, ku ishin në kampin e përqendrimit, siç e di pra, edhe për shkak të mundimit të madh, për ankthit të madh, të torturave të mëdha që ato kalonin, flokët e kokës brenda një nate tregoshin u bën nga të zeza, shumë personave u bën nga të zeza të bardha. Dhe kjo është e habitshme. Në fakt, kemi ke Kantiku i Kantikëve, po të lexojmë ke Kantiku i Kantikëve kapitulli 5, lexojmë që flokët e Jezusit ishin të zeza. Por po të lexojmë tek Apokalipsi, shikojmë që flokët e Jezusit janë bardha. Pra, flokët e Jezusit u ndryshuan nga të zeza të bardha në Getsemani, për shkak të kujt? Agonisë të madhe që ai kaloi atë natë me 3 dishepuj që mori. Ishte një agoni e tmerrshme, e thellë, okay? Shkojmë pak e Isaia 50, vargu 6. Isaia 50, vargu 6, Biblia thot: I paraqita kurrizin tim atij që më rrite dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën. Jezusi, nuk ja fsheha fytyrën time poshtrimit dhe të poshtyrave. Tu jemi ke Isaia pra 56, ne duhet të dim se kush i jemi në Krishtin Jezus si besimtar. Sepse Bibla thot që ne jemi të shkatëruar për shkak të mos njohurisë. Ne humbasim për shkak të mungesës së njohurisë, jo të besimit, të njohurisë.
mund të dhe të besojmë ke Jezusit, por qoftë se s'kemi njohurinë e plot në shkatërrohemi. Por kur njohuria hyn në jetën tonë, ajo shkatron vetë shkatrimin e mos njohurisë. Mani mente, kur njohuria e fjalës së Zotit hyn në ne, kjo njohuri, shkatron vetë shkatrimin e mos njohurisë. Atë që na shkatron të ne, tani njohuria shkatron atë. Këtu tek Isaia lexojmë që jo vetëm u shpërfytyrua, por ja shkulën mjekrën Jezusit. Me që jemi ke Isaia 50, do shkojmë pak e 52, me që jemi këtu. Isaia 52, vargu 14, thot, duke qenë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja ti ishte e shfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra ti ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Aq shumë e kanë rrafë Jezusin, aq shumë e kanë poshtru Krishtin, aq shumë sa që nuk u njifte më. Nuk u njifte, pra ishte një ndryshim, një shfytyrim i tmerrshëm. Pra, imagjino tani çfarë thot Bibla, nuk e njifshin më. Ke Mateu 27, me që e fillum tu, shkojmë pak nga 26 tani, lexojmë deri 25, jemi ke Mateu 27, nga 26 deri 31. Mateu 27, vargu 26, Bibla thot, atëhere ai u liroi atyre barabë dhe mbasi e fshikloi Jezusin, u adërzoi që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e gobernatorit, mbasi e çuan Jezusin në pretoriumin e gobernatorit, mblodhën rreth i gjithë kohortën. Dhe pasi e zhveshën, i hollën mbi trup një mantel të kuq dhe i thurën një kuror me ferra, i vu në krye dhe i dhanë një kallam në dorë e djathtë dhe duke u gjyzuar para tij e përqeshën duke thënë tungjat në tjeta o mbret i judejve. Pastaj e pështyn, i morën kallamin dhe me të i bini në kokë. Dhe mbati edhe ke 31 i thot dhe mbasi e përqeshën, i hoqën manteli dhe e veshën me rrobat e tij dhe e çuan për të kryqëzuar. Sa ka vujt Zoti jonë. Pra, dimi diçka tani, duhet dimi diçka. Jezusi u godit 39 herë sipas ligjit të judejve, të hebrejve. Ashtu si dhe Pali vetë, siç e dim historinë, edhe Pali u godit, si thot, 40 herë pa 39 herë. Kjo sepse, qa është ky numri 39 në 10 në vjetër? Në 10 në vjetër përmenden 39 smundje. Për këtë dini, dhe me këtë kuptojmë që me 39 këmbëzhikët që Jezusi mori mbi trupin e tij, ai mori të 39 smundjet në atë trup. Haleluja. Pra ai mori mbi trupin e tij të gjithë smundjet tona. Dhe ja pse ne mund të deklarojmë që për burratat e Jezu Krishtit ne jemi të shëruar. Tek vargu këtu ke Mateu, ke vargu 27, shikojmë që eksorta që shoqëroi ishte ajo e qeveritarit dhe prezantuan para kohortës për të që përbëhen kohorta përbohet prej 1200 veta dhe këto ishin ato që bënin mbikëqyrjen e popullit ose bëshin këtë mbikëqyrjen e pallatit mbretëror. Në fakt tu ke vargu 29, jemi po ke Mateu 27, ke vargu 29 lexojmë që i thurë një kuror me gjemba në kokë. Dhe gjembat janë simbol i mallkimit. Dhe me këtë kuptojmë që Jezusi mori jo vetëm smundjet, por edhe çdo mallkim, gjithë mallkimet tona i shku në Jezusi, kështu që as i mallkim, as i magji, as një syni i keq nuk na kap më. Gjaku Krishtit na ka mbulu, na mbron, na pastron, edhe lavdi Zotit. Në fakt e Zanafilla, Perëndia i tha Adamit që toka është mallkuar për shkak të tij, për shkak të Adamit. Dhe ajo, toka, do të prodhoj gjemba e mundime. Do të thotë që gjembat që janë simbol i mallkimeve. Pra gjembat flasin për mallkimin e planetit tonë tokë. Lexojmë që i dhan edhe një kallam Jezusi në dorë. Pse kjo? Kallami simbolizon gjithmonë një gjë të dobët. Siç e dim, Pietri për shembull ishte uqun të Simon, do thotë kallam, shumë i dobët.
Pra, simbolizon gjithmonë një gjë të dobët. Një gjë që e merr era sa ndek ne, kallam, lëviz. Në fakt, në lindjen e mesme, njerëzit me autoritet nuk mbanin kallam, po mbanin një bastun në dorë. Dhe kjo i jepte autoritetin e tij, që kishte si njeri. Dhe bastuni, në fakt, përfaqësonte detyrën e lartë të atij njeriu. Se kush ishte ai njeri? Ja pse Mojsiu, për shembull, ju desh të prezantohej me bastun në dorë para faraonit, sepse kishte autoritetin nga Perëndia. Pra bastuni t'jep autoritet. Kështu që bastuni flet se kush ti je. Por e kundërta e bastunit është kallami. Që të paraqit si një fëmijë ty, si një dobët, si një që nuk ka autoritet. Pra me kallam në dorë ju det po i thoshin Jezusit që ti nuk je i nderuar nga ne. Por je i nderuar, je i dobët. Je i paqëndrueshëm si gjasëm, për judet, pra Jezusi ishte i tillë. Ja pse Jezusi më parë i kishte kthyer emrin Simon Pietrit, ku nga Simon në kallam pra emër në Pjetër, që do thotë shkëmp. Pra të njëjtën gjë bëri edhe Perëndia me ne. Edhe ne kemi një emër të mrekullueshëm. Emri jon përpara ishte i brisht, ishte i dobët. Pra bëri me ne të njëjtën gjë, na i ndryshoi emrat. Edhe me neve. Aleluja, na ka vendosur, neve emrat tonë e ka vendosur prindrit tanë këtu në tokë. Po në të krishterë është një emër qellor i palëvizshëm për gjithë përjetësinë, dhe këtë emër na ka dhënë Perëndia neve. Kështu që edhe ne kemi një emër të krishterë. Ne këtë kuptojmë që gjithë fyrjet tona ranë mbi Jezusin, sepse ai u fy, u përqesh para 1200 vetave për ne. Pra që ne të mbulohemi me çfarë? Me lavdin për gjithnjë, siç boni Krishti. Ato fyrje që ishin mbi ne, ai mori mbi vete, që mbi ne sot që besojmë të vi lavdia e tij. Aleluja. Pra dhe kjo na shtyn që ne ta duam akoma më shumë Zotin, për atë që ai mori mbi vete për ne. Për atë që ai bëri për ne. Kurse këtu ke vargu 30, jemi po ke Mateus 7, shikojmë që e godasim me kallam kokë. Dhe kjo është e dhimbshme sepse kallami, siç e dim, është i tmerrshëm, çahat. Dhe kur çahat kallami që të kap në kokë, s'ka gjë më të keqe se e kanë përvullë vet. Kallami çahat dhe të çarat e kallamit të dhembin aq shumë sa jo vetëm që dhembi, por edhe të çajnë kurrën madje. Aq të tmerrshme është pra ku çahat kallami. Kështu që këto dy keqbërësi, dy kusarat në kryq, nuk ishin fishkulluar, nuk ishin rrafur, as goditur. Imagjino tani ata ishin hajduda. Ata kishin bë krime, ata kishin bë lloj gjonash, nuk u puna si bona si gjëvet se thjesht i kryqëzuan. Jezusi nga ana tjetër që s'kishte bë asgjë gjë, e masakruan. Pra, ato vetëm sa i kryqëzuan, kurse Zoti jon ishte goditur shumë, ishte gjakosur nga shumë orë, dhe fryma shenjtë e mbajti akoma gjallë. Pse? Sepse Krishti duhet të vdiste në kryq që të përmbushte profecinë, edhe kështu që të shpëtoheshim, se përndryshe nuk u shpëton dhe njerëzimi në qoftë se Jezu Krishti do vdiste në një mënyrë tjetër. Jezusi do të shkonte se s'bën, dhe këtë fuqi ja dha vetëm fryma shenjtë, se të marrë gjithë to rrafje, gjithë to pshtyma, gjithë to masakrime që ka hëngrë ai, nuk ja del dot njeriu nga vetja. Me që jemi këtu ke Mateu 7, lexojmë edhe nga 32 deri 44. 32-44 është që thot. Dhe duke dalë, takuan një njeri nga Kirene, që quhet Simon, në të cilën e detyruan të mbarte kryqin e Jezusit, dhe kur arritën në vendin që quhet Golgota, domethënë vendi i kafkës, i dhanë të pi uthull të përzier me vrerë, por ai mbasi e provoi nuk deshi ta pinte. Mbasi e kryqëzuan, i ndan me shol rrobat e tij që të përmbushet ç'ishte thënë nga profeti. I ndan nëpërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short mbi tunikën time. Pastaj u ulën dhe e ruanin për mbi kryet e tij, vënë gjithashtu motivacionin e shkruar të dënimit të tij. Ky është Jezusi, mbret i judeve. Atëherë e kryqëzuan bashkë me të dy cupat, njërin e të djathtë dhe tjetrin e të majtë, dhe ata që kalonin andej e fyenin duke tundur kokën, dhe duke thënë, ti që e shkatron tempull dhe rindeton për 3 ditë, shpëtove vetën në qoftë se e bie i Perëndis, zbrit nga kryqi. Po ashtu dhe krerët e priftërive bashkë me skribët dhe pleq duke e tallur i thonin, ai shpëtoi të tjerë dhe nuk mund të shpëtojë të vetën, në qoftë se është mbreti i Izraelit. Le të zbres tani nga kryqi dhe të besojnë në të. Pra, jemi ke lexuam të degë
Lexojmë tek 44, hajt, si që ka. Okej. Ai ka besuar në Perëndin, le ta liroj tani në qoftë se e do më të vërtet, sepse ka thënë, unë jam biri i Perëndis. Po ashtu e fyenin dhe cupat madje që ishin kryqëzuar me këtë. Mirë këto njerëzit, pa dhe këto, keqbërësit nuk e leshin hap. Tu shikojmë një njeri tjetër me ngjyrë me emrin Simon, manimente. Ky Simon i Kirenës ishte një njeri me ngjyrë. Okej? Pra, e shikojmë që lexojmë Simon, që do thot Simon? Kallam. Po ishte nga Kirena, dhe të gjithë ata, sepse nga Kirena është një vend pra që janë gjithë me ngjyrë. Dhe të gjithë ata që kishin këtë emër, pra Simon, nuk ishin shumë të çmuar në sytë e prindërve. Kushdo që u thërriste Simon atko, nuk ishte shumë i çmuar në sytë e prindërve, por ky njeri me ngjyrë, ishte i pari që ndihmoi Zotin për të shkuar te kryqi. Tek vargu 33 shikojmë që vendi ku do të kryqëzohet quhet Golgota, domethënë vendi i Kafkës. Ky vend u quante kështu sepse aty kryqëzoheshin vetëm ata që ishin fajtorët më të këqij, jo vetëm fajtorë, po më të këqij, më të braktisur, as prindrit e atyre që u kryqëzoheshin aty nuk shkoshin më mirë. Madje edhe shpesh i linin aty, i harronin sepse nuk doshin që t'i zbrishin nga kryqi, dhe i vetmit vend që të kryqëzuarit pra qëndronin aty, nuk i ulçi poshtë, nuk i çoshin ke varri. Dhe siç e dim, po të rri gjithmonë trupi prishet, kockat vjen ditë nga dielli dhe nga shira që kalojnë bien poshtë. Edhe pra kurse Kafka është një kockë ajo që është shumë e fortë, e vetmja që nuk thyhet kurrë, nuk prishet. Gjithë pra trupi tretet, sepse normale, kockat thyen, për Kafka nuk prishet kurrë. Ja pse u quante vend i Kafkës, sepse i leshin kryqëzuarit ke kryqi. Ishte vendi më i keq, dhe u kryqëzoshin keqbërësit më të ligë. Ajsa dhe prindrit nuk shkoshin më mirë dhe nuk i kishin bërë lanet, si themi ne. Imagjino tani kur e kryqëzon Jezusin, që ai s'kishte bërë asgjë gjë. Biri i Perëndis e çon ke vendi më i tmerrshëm, më i poshtruar, më i harruar. Dhe atje i leshin të gjithë kryqëzuarit. Ai sa siç thash pra, Kafka mas kalimit muj drogën aty nga kryqi, brum, binte edhe rrishen aty. Dhe prandaj u quante vend i Kafkave, okay? Nëse te vargu 34 shikojmë që kërkoni të jepin uthull të përzier me vrerë. Ç'a bën utulli i përzier me vrerë? Drogë. Sepse kur përzihet uthulla me vrerë, bëhet si një drog që e heq ose qetëson smundjen. Por Jezusi e refuzoi sepse deshte të ndjente, kemi kujdes tani, ç'a bëni Zoti edhe këtu. Imagjino tani, kalosh gjithat pikëllim, e kur vjen puna prap Zoti e refuzoi. Pse? Sepse deshte të ndjente dhimbjet që ne sot të mos i ndjejmë ato dhimbje, vëllezër dhe motra. Ai preferoi të ndjejë dhimbjet që ne sot që besojmë ka ai, mos t'i ndjejmë të dhimbje, sa i mirë Zoti jon. Sa shumë na do, sa shumë ka vujt. Dhe kur e kryqëzuan, gozhdat nuk i ngulën tek plomba, siç bëshin me tjerët, por te pulsi, te kyçi. Pra Jezusi ndeti në kryq i varur për 6 orë dhe për të marrë frym gjatë këtyre 6 orëve, ju deshte gjithmonë që të përpiqej të ngrihej pak me forcën e muskujve të krahave, sepse e kuptoj vetë ku e ke kryqi. Pra ju desh patjetër të kapte këto 6 orë në kryq, e mos të vdiste, më përpara. Do të rritë edhe 6 orë se s'bën, sa shu ishte profetizu. Kjo sepse 6 orë përfaqësojnë 6.000 vjet të historisë njerëzimit që ne kemi sot. Ju e dini që ne jemi 6.000 ca vite nga krijimi e deri sot, jemi 6.000 ca vite. Kjo konfirmon dhe herë që Krishti është afër ke dera për të marrë kishën për të çuar lavdi. Aleluja. Sepse nga krijimi, kur është krijuar universin, e deri sot kanë kaluar 6.100 ca vite. Edhe ju desh të rrishin këto 6 orë që përfaqësoshin këto 6.000 vite. Okej? Një ditë pra për Zotin është si 1.000 vite. E 1.000 vite për një ditë. Pra shikojmë që një tjetër zbulesë këtu. Dhe pastaj siç e dim pra, u kryqëzu, pra 6 ditë, 6.000 vjet e 6 orë, pra janë njëjta gjë. Kur Perëndia kreu çdo gjë në kryq me anë të birit të tij, këto 6 orë, këto 6.000 vite. Me që jemi këtu ke Mateus 7, lexojmë vetëm vargun 45. Edhe herë
që nga ora 6 deri në orën 9, errësira e mbuloi gjithë vendin. Tek vargu 45 shikojmë 3 orë errësire. Këtu pra që lexuam. Nga ora 12 e drekës deri në 3 të masditës u errësu. E dim tashmë që Jezusi ndeti i varur në kryq, pra nga ora 9 e mëngjesit e deri në 15 të mbasditës, 6 orë. Pra 6 orë në total. Po nga ora 12, pra nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 3 mbasditës ai ndeti gjithsej. Po nga ora 9 e mëngjesit deri në 12, okay. Po tash nga ora 12, gjysmët pra, e deri në orën 15, qielli u errësu komplet. Me këtë Perëndia po provonte që Jezusi ishte biri i tij. Sepse në 12 të drekës u duk sikur ishte 12 e natës, u errësu komplet. Tek vargu 48 shikojmë që kërkonin ta drogonin, se përsëri Zoti pra me uthull të përzierë me rrerë. Por kuptohet që Zoti e refuzoi përsëri. Tek vargu 50 lexojmë që Jezusi dha frymën e tij, dhe i vetmi njeri që dha frymën e tij vullnetarisht, por ne të gjithë që të besojmë në atë. Tek vargu 51 lexojmë që veli i tempullit u shye në 2 pjesë, nga maja deri në fund, e jo nga fundi, pra jo nga poshtë deri nga maja, por nga maja deri poshtë, pra nga sipër deri poshtë. Kjo që mos kujtojnë që ishte vepër e durve të njeriu, por që ishte vetë se dora e Perëndisë që bërite. Veli u hap nga sipër poshtë. Për 1500 vite, ai veli që ndante vendin e shenjtë me vendin shumë të shenjtë, u hapte nga dora e njeriu, nga poshtë lart, jo nga lart poshtë. Detyrimisht njeriu poshtë e do të hapte nga poshtë lart, por nuk pruni asgjë. Një herë, kur Jezu Krishti derdhi gjakun e vet ke kryqi, ky vel u hap jo më nga poshtë lart, siç e hapshin priftërit për 1500 vite, po nga lart poshtë, sepse nuk e hapi më dora njeriu, pa hapi dora Perëndisë. Edhe ne me besim ke gjaku i Krishtit ne hym ke ky vendi shumë i shenjtë, sepse Perëndia e ka hap vet velin me dorën e vet. Pra, kjo është ajo që na mregullon. Dhe siç e dim, madje kur kryeprifti hyn tek ky vendi shumë i shenjtë, do ta lidhshë ke këmbë me litar. Sepse në qoftë se ai nuk ishte pajisjen e veshjes komplete, siç i kishte urdhëruar Zoti Mojsiut, ai vdiste ke vendi i shenjtë, aty ke vendi shumë i shenjtë, falni. Dhe po të vdiste ke vendi shumë i shenjtë, rrinte aty, sepse nuk mund të hynte dot më njeri, se veshjet e rrobave i kishte ai. Pa veshje kushdo që hynte, vdiste. E detyrimisht e lidhshin këtë kryepriftin ke gavilja kamës me litar. Që po të vdiste e tërhiqshin, se për ndryshe nuk ashtu. Sepse sigurisht i gjatë mungonte ke veshja aty, ai vdiste. Pra, ishte gjatë. Ja pse është sa i saktë është Zoti jone, por kur Jezusi ishte mbi kryq dhe gjaku i tij u derdh, kur tha që çdo gjë u krye, ulla për të vendi shumë i shenjtë, u hap për të gjithë ne që besojmë te gjaku i Jezusit. Dhe jo më vetëm për kryepriftin, sepse vetëm kryeprifti hyn atëherë, po tani gjithë ne kemi këtë privilegj të hyjmë ky vendi shumë i shenjtë, sepse të gjithë ne jemi të shenjtë. Nuk jam më vetëm kryepriftet. Dhe të gjithë ne mund të përtasim Aba o Atë, sepse u bën bijtë e tij, fal flijimit të birit e tij. Pra u fliu ke kryqi për ne. Dhe kështu gjetëm mëshirën në çdo kohë që kemi nevojë. Pra për mira vjet me radhë nuk mund të hynte asnjëri në atë vend shumë të shenjtë. Por sot kushdo që mund të futet në atë vend, fal gjakut Jezusit, Jezusi u kryqësua. Edhe kjo na mregulloi. Po pyetja është tani, unë kam fol fakte edhe për këtë kur u kryqëzoi Jezusi. Kur vdiq Jezusi, sepse sipas llogarive që bëjnë, madje kanë pas dhe shumë debate me shumë musliman, por tani kanë mbyllë gojën aty ke TikToku,
Sepse e thoshin, Jezusi një thoti gjë që s'është e vërtet, nuk janë 3 ditë e 3 net, ku janë 3 ditë e 3 net? Lexojmë pak, tani të bëj çiki llogarit vogël që Jezusi ka ne 3 ditë e 3 net, e kam bërë edhe këtë, por do t'i jap një kështu si përfaqësh, si po themi një si përfaqëse shpejt e shpejt. Ke Levitiku 23:15. Do lexojmë një gjë interesante. Levitiku 23:15 lexojmë. Nga dita pas së shtunës, do më thonë nga dita që keni quar demetin e ofertës së tundur, do të numroni 7 të shtuna të plota. Kjo gjithë shka që ndodh tani, që po thamë, ndodh 7 shtuna para Pashkës. Do të numroni 50 ditë deri në ditën pas së shtunës së 7. 50 ditë, 7 për 7 me fjalë, 49, 50. Kështu që u duan 7 javë. Pastaj do t'i ofroni Zotit një blatim të ri ushqimi. Do të çoni në banesat tuaja 2 bukë për një ofertë të tundur për 2 të 10 e efës më e mielli, ata do të jenë të pjekur e maja si prollimet e para të oferta për Zotin. Pra, ça lexojmë këtu? Lexojmë tek e 22 që është interesante. Ke 18, së bashku me këto bukë do të ofroni 7 qengja motak për 5 meta, një dem të vogël dhe 2 desh, ata do të jenë një holokaust për Zotin, së bashku me blatimet e tyre ushqimore dhe me libacionet e tyre, do të jetë po të pi pak ujë se bëra për ujë. Ke 19, pastaj do t'i ofroni një cjap si fli për mëkati dhe 2 qengje motak si flim falenderimi. Prifti do të tund bashkë me bukën e prodhimit të parë dhe me 2 qengjet si ofertë të tundur përpara Zotit, ata do t'i shejtrohen Zotit dhe do t'i takojnë priftit. Po atë ditë do të shpallen një mbledhje të shenjtë, nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë, asnjë punë. Pra dhe ke përgatitje s'u bën asnjë punë. Është një ligj i përjetshëm për gjithë brezat tuaj në të gjithë vendet ku do të banoni. Kur do të korrin të mbjellët e tokës suaj, nuk do të korrin deri në cepat e arrestate dhe nuk do të mbjellin kallit që mbetën pas, do të lini të varfër dhe të hajnë, unë jam Zoti, Perëndia, Zoti i foli Mojsiut pra në këtë mënyrë. Atëherë, tu tek vargjet e para, shikojmë qartë që Perëndia i tha Mojsiut që do të ishin 7 shabate. 7 shtuna. 7 për 7, 29. Gjatë Pashkës, ku ato gjatë këtyre ditëve, ose gjatë këtyre shtunave, para Pashkës pra, do të përgatitshim për Pashkën që ishte e shtuna hebraike, që u quante e shtuna e madhe. Pra Pashka, në çfarë do ditet qallonte Pashka, ajo ditë, edhe pse ishte e hanë, edhe pse ishte e martë, ose ishte e mërkurë, për shembull kur vdiq Jezusi, qelloi e premte. Se më themi një ditë para ditës fundit. Ne kemi të dielën sot për shembull ditën e fundit, si më thënë, në kohën që vdiq Jezusi në kohën e Pashkës, Jezusi vdiq një ditë para dielës, pra vdiq shtunën. Po edhe pse është shtunë, ajo nuk quhet e shtunë, por quhet një e diel një lloj, sepse ka qellu Pashka. Kurse një ditë para quhet e premte një lloj, sepse quhet dita e përgatitjes. Dhe këtu është një problem tani, që Zoti na zbuloi këtë kohë të fundit, sepse nga originalja greke, në fakt lexohet që Jezusi pra e varrosën të premten. Edhe thonë pastaj që ka qenë shtuna, edhe dita para javës e diela, ai ishte gjallë. Do thotë që si kap 3 ditë e 3 net, edhe i ka mashtru kjo. Edhe njerëzit kanë hyrë konfuzion nga kjo. Po, do dimi diçka. Marrni mend të 2 gjëra. 1. Atë ditë që qëllonte Pashka, se Pashka nuk qëllonte ditë diele, ose ditë shtune hebraike, Pashka qëlloshin gjithë ditët e javës, mund qëllonte hanë, mund qëllonte e martë, po atë ditë që qëllonte Pashka, ajo ditë nuk u quante më e martë, qofse qëllonte të martën, po u quante e shtuna e madhe, ose e shtuna e rëndësishme e hebrejve. Dhe dita tjetër, qofse për shembull marrim për shembull një shembull, qofse Pashka qëllonte për shembull të mërkurën, ajo mërkurë quante e shtunë e madhe. Dhe e marta nuk u quante e martë, po u quante e premte.
Pra e premtja kujt? E premtja e Pashkës, sepse ishte përgatitja e Pashkës. Dhe për këtë arsye nga origjinalja greke lexojmë se Jezusi u varros orët e para të premtës. Mirë, nuk është e premtja javës, është e premtja e Pashkës. Do thotë që është një ditë para Pashkës. Dhe një ditë para Pashkës ndryshon gjërat, sepse kjo është ajo që shumë veta kanë bërë konfuzion dhe nuk arrit kuptojnë, sepse ka pas në kohën e Pashkave janë dy shtuna. Me kuptimin e shtuna normale dhe e shtuna e madhe që i bjen Pashka. Pashka mund t'i qelloj, për shembull, në kohën që vdiq Jezusi, nuk i qelloj në Shabat, po i qelloj të premten. Pra, të premten me kalendarin hebraike, me ditët hebraike. Shabati është e fundit, e premtja është dita para fundit. Kështu që Pashka në kohën e Jezusit qelloi të premten. Kështu që e ejtja ishte dita përgatitjes, po u quante e premte. Kurse e premtja u quajte shtunë sepse era Pashka. Dhe ishte pastaj e shtuna normale që ishte e fundit. E shtuna normale ishte shtuna normale. Pra si më thon dita fundit, mari e di që është çike e komplikuar, po mund ta bëjmë të lehtë, s'ka asnjë problemi. Pra marrim ditët tona që mos ngatrohemi. Marrim të dielën. E diela është ditë pushimi. Në kohën e Jezusit, Pashka qelloi të shtunën, po marrim ditët tona, nuk qelloi dielën, po qelloi të shtunën. Mi po kjo shtuna nuk i quante shtunë, po i quante e diela e madhe. Okej? Dhe premtja, okej, nuk ishte pra tani një ditë para asaj që do ndodhte Pashka, kështu që një ditë para Pashkës u quante premte dhe jo ditë. Nuk u quante më. Për shembull, po ti marrim për shembull, se mos ngatrohemi, marrim ditët hebraike, t'ju bëjmë më të lehtë sepse nga kalendari hebraik i kuptojmë më mirë. Shabati dita fundit. Okej? E Pashka i ka ra të premten. Pra një ditë para Shabatit normal. Dhe kjo premtja u quajt e Shabati i madh, sepse era Pashka. Tani, eci sipër, e ejtja u quajt e premte sepse ishte dita përgatitjes Pashkës. Ja pse Jezusi vdiq të mërkurën, por u varros orët e para të ejtës. Mbi pra jot ora e parë e ejtës quhet e premte si ishte përgatitja. Dhe përgatitja ose e premte është e njëjta gjë. Ka këtë kuptim, sepse gjithmonë është Shabati, me para Shabatit është e premte, dhe premte është dita përgatitjes për ditën e festës që është pra dita fundit, se ditën e fundit nuk u bën asnjë punë. Pra kemi këtë problem sepse nuk e kuptojmë këtë ditën se kur vdiq Jezusi. Për shembull, po të marrim Eksodin, ke Eksodi 12, qingji do të merrte me datë 10, do të rrinte 4 ditë, edhe ditën e 14 do të therte. Edhe Jezusi u fut në Jeruzalem të dielën e palmeve, do të rrinte 4 ditë edhe do të therte që të përmbushte pra profecinë e Eksodit 12. Në fakt, Jezusi u fut të dielën, deri të hënën 1, deri të martën 2, deri të mërkurën 3, e deri të ejtën 4. Në fakt, Jezusi vdiq të ejtën në orën 3, ama u varros orën e parë të premtës, sepse ishte fut, kishte kaluar ora 18. Edhe u fut pra në varr orët e para të premtës, ne eti gjithë premtën, ne eti gjithë shtunën, e ne eti gjithë dielën. Dhe ditën e parë të javës tonën ishte ringjallë, duke përmbush pra profecinë 3 ditë e 3 natë në mënyrë të përpikt. Ja pse pra, shkojmë pak i Gjoni 19 vargu 31. Ke Gjoni 19 vargu 31, si që lexojmë. Duke qenë se ishte dita përgatitjes, sa ishte fut e premtja, okay? Duke qenë se ishte dita e përgatitjes, pra jemi ke Gjoni 19 vargu 31, duke qenë se ishte dita e përgatitjes, me qëllim që trupat të mos qëndronin në kryq të shtunën, sepse ajo e shtunë ishte një ditë me rëndësi të veçantë. Nuk ishte një shtunë normale, po ishte një shtunë me shumë rëndësishme. Ja pse kemi këtë problem, sepse po të lexojmë këtu për shembull, ke vargu
14, po këtu ke Gjoni 19, tu tani shumë veta që studiojnë Biblën thonë që Gjoni nuk din ç'a bën se ka bërë gabime, thotë. Pse? Sepse këtu jemi fakt, jemi në momentin që vdiq Jezusi dhe Gjoni thotë tani ishte dita e përgatitjes Pashkës. Pra momenti që u kap Jezusi, edhe u kryqëzu dhe vdiq, sepse vdiq para orës 6, pra vdiq në orën 3, këtu thotë Gjoni që ishte dita e përgatitjes e Pashkës. Po pse e shqipton Gjoni në këtë mënyrë? Nuk thuhet sepse ishte, sepse ke vargu 31 që thotë. Ke vargu 31 thotë duke qenë se ishte. Pra konfirmim, dhe fakt ishte ke vargu 31 dita e Pashkës. Por tu ke vargu 14, nuk thot duke qenë se ishte, po thot tani ishte. Por sa herë ne në Shqipëri për shembull e shprehim kështu. Hajde se tani është vitiri, po nuk është thonë se është sot. Ose dhe ne e kemi këtë për shembull. Për shembull, ne natën e vitit të ri, 31 themi sonte është vitiri. Okej, po faktikisht është 31, është nata e fundit. Nuk është vitiri, është dita fundit e vitit vjetër. Por ne kemi këtë se themi është vitiri, na ka ngelni, me 31 është vitiri. Edhe është si nata e vitit të ri, ka ngel kështu. Edhe këtu në mënyrën sepse ky Gjoni këtu shprehet sepse po të shikosh për shembull, tu jemi po ke Gjoni 19. Ke Gjoni 19, vargu 14, shikojmë dy gjëra. Ke 14 thotë tani ishte ditë e përgatitjes. Po këtu jemi ku Jezusi u arrestu dhe e kryqëzuan. Mi po këtu që e varrosën, ishte fut dita tjetër, dhe Gjoni po prap thot, tu ke 31, thot, por nuk thot tani ishte, po thot duke qenë se ishte dita përgatitjes. Fakt, kur është dita përgatitjes? Dita përgatitjes fakt është ke vargu 31. Po këtu ke vargu 14, nuk ishte dita përgatitjes, po mënyra se si shprehet Gjoni, shprehet sepse nga që ishte, po vinte dita përgatitjes, edhe ishte mënyra se si shprehet, tani është, mi fakt tani po vjen. E ka me këtë kuptimi, dhe shumë veta thonë që, jo, shikon ka gabim Biblia s'ka si gabim, po është mënyra shprehjes. Për shembull, po të shikosh prap, po këtu ke 14, Gjoni 19, 14, për shembull, tani shikojmë, dhe ishte afërsisht ora e 6, kurse ke Marku lexojmë që ishte ora e 3. Edhe këtu prap thonë njerëz, ja, shikojmë Bibla s'është saktë. Jo, pse? Qofse këtu nuk thotë që ishte ora e 6, ishte afërsisht ora e 6. Kurse Marku e përcakton dhe thotë ishte ora e 3, dhe fakt ishte ora e 3. Po pyetja është pse Gjoni thotë afërsisht ora e 6 dhe Marku e përcakton? Kjo është ajo mënyra se si shprehen 4 ungjillit. Pse janë 4 ungjillit? Për shembull, po të marrësh historinë kur Zoti i thot Pjetrit ti do më mohosh 3 herë me fjalë, do më mohosh para se gjeli të këndoj, dhe ashtu ndolli. Po të shikosh të 4 ungjillit, asnjë se shkruan fjalë për fjalë. Madje vetëm një e përcakton që gjeli do këndoj 2 herë. Tjerë thotë që do këndoj gjeli, nuk thonë që do këndoj 2 herë. Po pyetja është gabim? Jo. Kuptimi është i njëjtë, është i qartë. Do këndoj, qofse ti don të dish se sa herë do këndoj gjeli, atëherë lexo 4 ungjillit edhe e zbulon që gjeli të këndoj 2 herë, jo 1 herë. Pra, ku do dal me këtë? Do dal që në qofse këtu Gjoni thot ishte afërsisht ora 6 dhe Marku thot ishte ora e 3, do thot që ti për të gjetur në mënyrë precize se çfarë ore ishte, këtu vetë Zoti i bën ta gjëra që ne të lexojmë të 4 ungjillit, jo vetëm 1. Dhe nuk ka si gabim se nuk thot ishte ora e 6, por ishte afërsisht, sepse mas orës 3 vjen e 6. E kështu që s'ka si gabim, edhe kur thot tani ishte dita përgatitjes, do thot që po vjen dita përgatitjes. Në fakt, vargu 31 thot që ishte fut dita përgatitjes. Është pak e vështirë kjo që po tham e di, por nuk ka asnjë gabim. Atë që do të tham është që Jezusi e para përmbushi profecinë e Eksodit 12. Pra 4 ditë qengji i Pashkës. 4 ditë do thotë që ai do të rrinte 4 ditë, pastaj do të kryqëzonte. Edhe qengji i Pashkës, ke Eksodi 12, e merrshin datën me datë 10, me datë 14 do të therte. Edhe Jezusi u fut në Jeruzalem, të dielën e palëve, neti dhe i 4 ditë dhe të njëjtën në orën 3 vdiq. Pra 4 ditë e përmbushi. Edhe kjo është ajo që na mregullon sepse Jezu Krishti neti pra 3 ditë e 3 net të plota në varr. Sepse siç thash, ishte Shabati, dita fundit e javës, një ditë para qelloi Pashka, u quante Shabati i Madh,
Një ditë para akoma ishte përgatitja, edhe Jezusi vdiq të mërkurën ebraike në orën 3. Pra të njëjtën tonë në orën 3. Po të marrim ditët tona, ishte e diela, Pashka që lloj shtunën, u quajt e diela e madhe, pastaj e premtja, u quajt përgatitja, kështu që detyrimisht Jezu Krishti vdiq të njëjtën me ditët tona. Se ditën e përgatitjes nuk u bën asnjë punë. Ditën e Pashkas absolutisht asnjë punë. Ditën e shtunë, që ishte e diela normale, as u bën dhe fjalë sepse s'u punonte. Kështu që prandaj qëllun dy shtuna, si mu themi, njët me njëra tjetrën. E shtuna normale dhe një ditë para që qelloi Pashka, u quajtë shtuna e lartë, sepse ishte Pashka. Pastaj përgatitja, pastaj Jezusi që vdiq pra të njëjtën me ditët tona ose të mërkurën, pra në orën 3. Pra këtu që gjoni 1931, kjo e shtunë thot, ishte me rëndësi të veçantë. Dhe siç thamë që çdo Pashkë, pra çdo vit në javën e Pashkës kishte dy shtuna. Një ajo normalja dhe një që u quante Pashka. Çdo lloj dite që qellonte Pashka u quante edhe ajo shtunë. Ishin dy shtuna çdo Pashkë, çdo vit. Pra dy të diela si mu themi sotshëm, ishin e shtuna soleme ose e diela soleme, pra për kujtimore e madhështore, dhe e shtuna normale. Kjo soleme ishte Pashka, normalja ishte normale, dita fundit e javës. Pra Jezusi vdiq para se e shtuna soleme të vazhdonte. Pra para se të ishte Pashka. Madje as u varros ditën e përgatitjes. Ja pse është pak e vështirë, e di. Po na ndihmon shumë të kuptojmë pra që janë shumë gjëra që nuk ka asnjë lloj gabimi në Bibël, siç thonë shumë njerëz se Jezusi këtu thotë do rri 3 ditë e 3 net, por nuk neti 3 ditë e 3 net. Por në fakt te gjoni e sakson që ishte dita e përgatitjes kur u varros. Edhe fakt ashtu ishte, kur u varros. Por kur vdiq në orën 3, një ditë pra që konsiderohet ditë tjetër ora 3. Pas orës 6, kishte kaluar ora 18, sepse në Izrael, siç e dim, dita mbaron në orën 18, dhe 18 dhe 1 minutë quhet ditë tjetër, nuk është si ndryshon si këtu kene në orën 12 natës, atje ndryshon atë sot, madje ndryshon mas orës 6 darkës, pra mas orës 18. Kështu që Jezusi vdiq në orën 3, të njëjtën, por u varros orat e para të premtes, pra sa ishte fut dita përgatitjes. Okej? Dhe kjo është edhe që na mrekullon. Sepse e sakson që ishte dita përgatitjes kur po u varroste, jo kur vdiq, se vdiq një ditë, pra vdiq para përgatitjes. Ja pse Jezusi vdiq pra, se mu themi, ditën e Pashkës, ai ishte në tokë. Ai ishte në tokë. Ja pse ju desh pra që trupi i tij të hiqet nga kryqi, sepse konsideroi ditë tjetër pra mas orës 18. Dhe në qoftë se Jezusi nuk do të zbriste nga kryqi pas orës 18, ai do të rrinte kryq pastaj. Do të rrinte aty se nuk mund të hiqte më, nuk u bonte punë. Ja pse do ta hiqin se të bën. Dhe kështu profecitë pra do të përmbushin dhe janë përmbush, për qoftë se do rrinte aty në kryq ai, atëherë nuk do të përmbushin, edhe ai do rrinte aty edhe nuk do të vete në varr, edhe profecitë do bishin poshtë. Në fakt ke Mateu 12:40, siç e thot Jezusi me gojën e vet. Mateu 12:40 thot: Në fakt ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu biri i njeriu do të qëndrojë 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. E në fakt, po t'i bësh llogarit, tu shikojmë që është Jezusi vetë që flet, pra ndeti në tokë 3 ditë e 3 net pra të plota. Pra dita e 3 është ditë kyçe në shkrimin e shenjtë, mos harrojmë. Sa herë lexojmë ke Bibla e treta ditë. Dhjata vjetër përmban simbole dhe hijen e dhjatës së re. Sepse substanca u shfaq kur Jezusi u bë mish. Pra u përmbush çdo gjë kur Jezusi u bë mish. Kur kishte aq fuqi në hijen, pra në dhjatën e vjetër, imagjinoni sa fuqi ka sot në substancën që është trupi vetë i Jezusit. Më kujtohet ajo ke Zanafilla 22, ke barku 4, që Abrami shkoi ta marri, që mori Isakun. Abrami është tipologjia e atit ton toksor, Isaku është tipologjia e Krishtit, ashtu si Abrahami e mori Isakun për ta flijuar, dhe Zoti tha e provova besimin tënd, mos e bëj. Po ashtu si ti e more birin tënd, i tha Zoti Abrahamit, kështu do marrum birin tim, thotë do ta çoj. Dhe kështu bëri. Në fakt ke vargu 4, i Zanafilla 22 vargu 4, thotë ishte dita e 3, thotë kur Abrahami floi Isakun. Edhe kemi goxha tjera për të folë, po
do flasim rast tjetër, sepse nuk e di pse u zgjata qik tu me këtë punën e ditëve, po si thash pra në Bibël, sepse shumë veta sulmojnë Biblën. Thotë që Gjoni këtu shkruan një gjë tjetër, e kënem ata shkruaj gjë tjetër. Këtu thuhet një gjë, po s'ka asnjë gjë, sepse mënyra e versionit, mënyra se si ato flasin, dialekti që përdorin, është thjesht siç e përdorim siç thash edhe ne themi, hajtë se është vit i ri tani, por nuk është të thonë që është sot, mund të jetë nesër, mund të jetë pas nesër. Po nga që kishte ky problem në ditët në Izrael, sepse nuk u ndryshoshin në orën 12 natës, po u ndryshoshin në 8 darkës, ashtu në 6 darkës, pra në 18. Edhe kjo është një çik si na futi çik na bën prap nga tres, po s'ka si nga tres, sepse siç thash që qelloj bukur, sepse ja po të marrim ditët tona edhe herë, thash që të përmbushin 4 ditët, Eksodi 12, Jezus ju futë dielën e palme, duhet të vdiste tentën, që të rritë 4 ditë, dhe shu bëri. Dik tentën, ajo të premten. E po ti marrësh mbrapsht nga ana tjetër, shikojmë e diela, që është e diela normale, e shtuna, po marrim ditët tona, e shtuna, që quhet e diela e madhe, si qelloi Pashka, e premtja është përgatitja, e subonda si punë, e detyrimisht tentën vdiq Jezusi. Kështu që si nga fillimi ti marrësh ditët e javës, e si nga fundi del që Jezu Krishti vdiq të enjtë në orën 3. Dhe i bjen të mërkurë në orën 3 me kalendarin hebrejik, dhe u ringjall ditën e parë të javës, siç e dim, ishte ngjall. Kur nuk e dim, po jam i sigurt që ditën e parë të javës ai figuron i gjallë. Kjo është ajo që na mrekullon pra, që si çdo gjë është përmbushur, kemi shumë gjëra tjera të mira. Janë ca vargje do na mrekullojnë, po do t'i bëjmë të njëjtën, ta përmbushim këtë, se prandaj e ndava në 2 pjesë. Edhe për sot Zoti t'ju bekoj, dhe takohemi të njëjtën edhe do flasim për këtë temën tjetër, pra, për këtë pjesën e dytë të këtij mesazhi, sepse ajo është çfarë do bësh me Jezusin, çfarë ti do bësh. Izraelitët thanë që kryqëzoje. Po ne tani që do bëjmë me Jezusin? Ta kryqëzojmë, me kuptimin ta refuzojmë, apo ta pranojmë, po do flasim rast tjetër që ta përmbushim që ta plotësojmë këtë mesazh, pra se kemi pjesën e dytë. Ju falenderoj, Zoti t'ju bekoj gjithëve, edhe takohemi pra të njëjtën, mirupafshim.